Komuna e Tetovës deri tek sektori për punë të brendshme ka dërguar 50 dëshmi për persona që janë fotografuar duke hedhur mbeturina jashtë kontinjerëve. Pas identifikimit të tyre nga policia, do të ketë dënime adekuate për shkak se kanë vepruar në kundërshtim me ligjin për pastërti publike. Nga Komuna e Tetovës kanë bërë të ditur se Inspektoriati Komunal është vazhdimisht në terren dhe po kryen kontrolle. Dënimet për hedhje të mbeturinave jashtë kontinjerëve për persona fizik janë 3.000 denar, ndërsa për persona juridik 12.000 denar. Edhe pas kaq shumë apeleve që kemi bërë dhe pas kaq shumë mesazheve që kemi dhënë, vazhdon trendi që qytetarët të pandërgjegjshëm të hudhin mbeturina jashtë kontenerëve. Nga aksionit të cilën ka bërë Inspektorati Komunal, edhe nga bashkëpunimi me disa qytetarë të cilët na kanë dërguar fotografi dhe video, numri të cilin ne kemi arritur, domethënë, që të kapim qytetarë të pandërgjegjshëm që kanë hudhur mbeturinë është 50 persona. Inspektorati Komunal ka bërë kërkesë tek sektori për punë të brendshme Tetovë për t'i marrë dhënat e tyre dhe më pastaj të procedohen të dënimet konform ligjit. Edhe ndërmarrja publike komunale Tetova edhe kompania Saubermacher kanë caktuar vende adekuate për mbeturinat inerte. Ndërmarrja publike komunale pa pagesë grumbullon mbeturinat inerte nga shtëpitë e qytetarëve me qëllim që të mos i hedhin në rrugë, ndërsa Saubermacher ka caktuar pikë grumbullimi për këto lloje mbeturinash. Por edhe për skaj kësaj, jo rrallëherë në qytet hasen këto mbeturina, qoftë pranë kontinjerëve, qoftë në rrugë, qoftë para dyrëve të shtëpive të banimit. Nga Komuna e Tetovës apelojnë që qytetarët të jenë të kujdesshëm dhe të kujdesen për një qytet më të pastër. Përkundër këtij fakti, disa qytetarë të pandërgjegjshëm vazhdojnë të hudhin mbeturinat nëpër hapësirat publike, domethënë në trotuare dhe jashtë kontejnerëve. Fatkeqësisht ende po përballemi me raste të tilla dhe uroj që shumë shpejt edhe të zgjidhim të gjitha problemet të cilat i cekëm. Inspektorati Komunal do të theksoj është në terren vazhdimisht. Ju lutem qytetarëve që të mos i hudhin mbeturinat jashtë kontenerëve, pasi vetëm se dëmtojnë qytetin dhe nuk japin një mesazh të mirë. Ndryshe që nga viti i kaluar, ndërmarrja publike komunale Tetova u ka bërë thirrje qytetarëve që nëse kanë mbeturina inerte të anviserisë dhe mobiljeve që dëshirojnë t'i hedhin, të thërrasin këtë ndërmarrje dhe pa pagesë do të merren mbeturinat. Edhe pse ka thirrje për këtë lloj shërbimi, megjithatë mbetet i lartë numri i atyre që preferojnë mbeturinat e këtilla t'i hedhin para kontinjerëve apo në vende të tjera publike. Kjo më shumë haset në lagjet periferike të qytetit, ndërsa në pjesën qendrore situata është më mirë.